Në 11 maj, se për pak ditë do shkoj aty në Kuç edhe do t'ja u shkruaj rezultatin, minimumin. Në 11 maj ne nuk jemi në garë për 71 mandate. Ne 71 mandate i kemi tani edhe mund t'i... Por 71 mandate mjaftojnë për të qeverisë, mjaftojnë për karriget e parlamentit, për deputetët, por nuk mjaftojnë për të pas siguri që ne do t'i mbyllim në 2027 negociatën me Bashkimin Evropian. Pse nuk mjaftojnë? Pse nuk mjaftojnë? Atje negociohen qerek milion faqe. Mbi 250.000 flet që nuk janë komente Facebooku, po janë kritere, regula, masa, ligje e tjere. Dhe duhet bim dakord me ta për çdo gjë, për drejtësinë, për ekonominë, për peshqit, për zogjt. Duhet bim dakord për gaforret, për midhjet, për gjitha. Për sigurinë ushqimore, për gjitha. Dhe mbasi bim dakord atje, që po, këtë do e bëjmë, duhet vim këtu edhe t'i bëjmë. Duhet shkojmë në parlament, bëjmë ligjin. Tani e parafityroni ju që ne të vim parlament edhe duhet me fol me Kënetën për të bërë ligjin. Ndërkohë që Këneta e ka fillu këngën dhe marrni mend. Në 11 ndarke do thot fitum. Në 12 mjes do thot qëndroni fort të kutit se fitoria është kuti. Në 12 masdite nuk do flasi, në 13 mjes do thot i vodhën, na i morën. Është vjedhja më e madhe historisë, sepse do t'jetë fitoria më e madhe historike e Partisë Socialiste. Qa do i bëjmë? Kur ata arrin thonë që Edi Rama po blen diasporën, mere me mend. Ndërkohë që unë pres nga diaspora, shpullën më shëmbullore për Kënetën. Më shëmbullore. Shuplakën më të nxehtë Këneta do marrë nga diaspora dhe përfitojnë nga rastit i them të gjithë atyre që janë regjistru që tani që fletët ju kanë vajt, mos ta humbin mundësinë për të votu. Tani mos bëhen shqipo që të thonë po e lejmë për moment në fundit dhe pastaj ngelen pa votu. Kështu ju lutem shumë të gjithë atyre që janë regjistru në diaspor, që ju kanë vajt fletët, zarfat, t'i hapin zarfat, të shënojnë aty numrin 5 edhe t'i kthejnë këte. Dhe mbi të gjitha, mesazhin e kam për ata shqiptarët në Greqi. Ata janë ata që e kuptojnë më mirë nga të gjithë se çfarë do të thonë kjo pasaporta. Dhe pse kjo pasaporta është ndryshe nga ajo që kemi ne. Ata e kuptojnë më mirë nga të gjithë. Pse e kuptojnë më mirë nga të gjithë? Sepse ata u nisën në 90-ën si gjithë tjerët vetëm me rrobat e trupit, edhe me fëmijët në gra. Edhe derdhën gjak, derdhën lot, derdhën djers, bën një jetë qeni për një periudhë në një presion të tmerrshëm, pastaj u ngritën avash, por sot kanë një problem shumë të madh. Kanë ankthin e pensionit. A do t'ju njifet pensioni? A do t'ju njifet gjitha ato vite pune? Ndërkohë që pa ata Greqia do kishte falimentu, sepse pa shqiptarët, e thonë vetë grekët, pa shqiptarët, ata s'do i bënin dot lojrat olimpike, pa punën e shqiptarëve. Mirë po, duhet t'jetë marrëveshje e pensioneve. Si që bëm me Italinë më në fund, mas kaq vitesh, e bëm me Italinë edhe e pat vetë sa zgjati, nga momenti kur firmosa unë me motrën, ke momenti kur maroj gjithë cikli burokracive në Itali 2 vjeta ku unë sa zgjati. Të merë. Por maroj. Në Greqinë ne kemi fillu negociatat, mund zgjasin, nuk e di sa. Ata janë pozitiv, por mund zgjasin pa fund. Se është marrëveshja më e vështirë, numri është i madh, Greqia nuk është Italia, është shumë më e dobët. Ama ka një mënyrë për të hik nga kjo rrugë, që është kjo pasaportë. Në qoftë se
ne hym në Bashkimin Evropian, dhe në qoftë se shqiptarët marrin të pasaport, kjo pasaport në Greqi do me thënë që nuk të duhet më pasaporta greke.